Kjo mbrëmje në Big Brother Kosova solli një kthes të papritur në dinamikat e shtëpisë, duke e zhvendosur vëmendjen nga lojrat dhe debatet drejt ndjenjave, afrimeve dhe momenteve intime. Atmosfera u bë më e ngrohtë, më e butë dhe shumë më emocionale, pasi në shtëpinë më të famshme të Kosovës plasën puthjet, duke surprizuar banorët dhe publikun njëkohësisht. Një nga momentet më të komentuar ishte puthja mes Hygertës dhe Kushtrimit. Dy banorë që deri tani kishin ruajtur një raport të matur dhe të kontrolluar, u panë më të afërt se kurrë. Gjestet e tyre nuk dukeshin të sforcuara apo të shtyra nga loja, por spontane, të sinqerta dhe të mbushura me emocion. Puthja e Kushtrimit ndaj Hygertës u interpretua nga publiku si një shenjë e qartë se mes tyre ka lindur diçka më shumë se thjesht shoqëri. Syt, buzëqeshjet dhe gjuha e trupit flisnin vetë, duke treguar një afrim që po merr formë dita ditës. Nga ana tjetër, edhe raporti mes Sashës dhe Edit mori një kthes të fortë këtë mbrëmje. Puthja e Edit ndaj Sashës ishte e papritur për shumë kënd, por njëkohësisht u duk si vazhdimsi e një afrimi që kishte kohë që po ndërtohej mes tyre. Edi, i njohur për qetësinë dhe për qëndrimin e tij në lojë, tregoi një anë më emocionale dhe më të hapur, ndërsa Sasha u shfaqe buzëqeshur dhe e relaksuar, duke e pranuar këtë moment me natyrshmëri. Këto puthje ndryshuan menjëherë energjinë në shtëpi. Banorët e tjerë reaguan me habi, buzëqeshje, por edhe me pyetje të shumta. A janë këto afrime të sinqerta apo pjesë e strategjisë së lojës? Apo lindin çifte të reja në Big Brother Kosova? Pikërisht këto dilema janë ato që e mbajnë publikun të lidhur pas ekranit. Big Brother Kosova ka treguar gjithmonë se është një ambient ku ndjenjat lindin natyrshëm. Izolimi, koha e gjatë së bashku dhe përjetimet e përbashkëta krijojnë lidhje të forta emocionale. Një puthje në këtë kontekst nuk është thjesht një gjest romantik, por një deklaratë e heshtur e afërsisë dhe besimit. Mbrëmja e sotme tregoi se